Po mirë, erdhë këtu dhe bët lajm, me instiktin e kafshës duke thirrur tribun, e kujt? Me foltore dhe pik. Habitu pak. Për çfarë erdhë? Për të bërë këtë lajmin? Është një nga ato momentet në të cilat them, sa mirë që më ka bërë Zoti grua, që t'jetë ky, se po t'isha burr, nuk do ishte shumë e fisme t'i përgjigjesha në mënyrë aq të fisme. Pikave të këtij, që i thret instiktit shtazor, edhe ka kënaqësi nga instikti shtazor dhe thot, unë nuk performoj. Ti je aktori më i madh që ekziston këtu. Tani, nuk gaboj, sepse më pëlqejnë metaforat, sidomos ato që janë të dark apo cinike, dhe padyshim nuk më pengon formimi të them që po, kush e ka aparatin tretës në tru, mund ta përdori dhe gojën për jashtëqitje. Edhe ti e përdor shumë shpesh këtë, dhe mirë e bën, sepse tul pikë dhe na bën shumë punë edhe neve. Ti thua do ta votojmë ne pa diskutim si Çeço këtë që duam ta votojmë dhe të kemi sjell një rezolut edhe më tepër se sa kaq? Përveç se Dick Martin edhe genocidin serb, ti thua do ta votoni si Çeço? Në fakt, miq dashur, se memoria e shkurtër ju funksionon këtë vend, se vetëm e shkurtra funksionon këtë vend, ju e votuat si Çeço Srebrenicën. Pasi dikush këtu ju futi qartësisht në një kurth politik dhe ju anxorri kudo kartonat e kuq nëpër botë se si ju ishit kundër rezolutës për Srebrenicën dhe erdhët një javë me si Çeço e votuat. Ju. Jo vetëm që ne do votojmë Dick Martin se si jemi ushtri, jemi njerëz lirë edhe sepse duam Kosovën dhe nuk bëjmë ne thika pas shpine, që thoni ju thik pas shpine. Kush është thik pas shpine më e madhe? Se sa të kesh këtë bilanc tregtar që ke me Serbin, ku Serbia përfiton nga Shqipëria e vogël me ekonomi të varfër dhe Kosova humb nga shkëmbimi me Shqipërinë e vogël dhe me ekonominë e varfër. Fiton Serbia edhe ekonomikisht, jo vetëm politikisht. Kush i bën thikat pas shpine, kur ti shfaqesh duke buzëqeshur me Vučićin dhe lë në imazh të trishtuar Albin Kurtin? Pak e kam pasur përvojën Ministrinë e Integrimit. Atëherë kur Kosovës nuk i shënoi emrin tavolin, dhe kur serbët çoheshin nga tavolina kur negocionim fondet e rajonit, ne çoheshim si delegacion që të gjithë konsultoheshim me delegacionin e Kosovës që sulej doti barabart në tavolin dhe pa marrë agrimentin atyre nuk uleshim më tryez. Kjo është duash Kosovën. Kjo është duash Kosovën, së pari ta duash hapësirën shqiptare dhe ta favorizosh faktorin dhe shqiptarizmin ekonomikisht, se fukarallëk mas karallëk në fakt. Ta lësh të varfër këtë vend dhe ta lësh Serbin edhe në raporte tregtare me Shqipërinë përfitoj më shumë se sa Kosova dhe të bësh sa më shumë pleh që të krekosesh sa më shumë si gjel, kur ti i tregon forcën Kosovës se qënë ke lideri global i rajonit, kur edhe në Kosovë mjeku paguhet 2 fish i këtushëm, edhe në Kosovë ai pedagogu paguhet 2 fish i këtushëm, edhe në Kosovë ndihma ekonomike është më e madhe. Ta duash Kosovën nuk është shkruash letra që harrohen, për t'i përdorur kundër shqiptarit që ke brenda. Ta duash Kosovën është bësh faktorin shqiptar të rëndësishëm në Ballkan si që ka vendin dhe atëhere kur ti mos të zgërdhiesh me Vučićin dhe t'i kthesh shpinën dhe më keq Albin Kurtit. Faleminderit. E ka Zoti Mziu. Zoti Shea i largoni prej aty. Sot e dëshmuat vërtet se kush jeni. Sot ju kanë parë njerëzit për atë që jeni vërtet. Një njeri sëmur për vëmendje që nuk ka Vioni, Zoti Mziu, si jeni në minutazhin tuaj. Mos i drejtoni telefonin deputetit. Garda të largohet nga aty. Nuk kam nevojë. Faleminderit. Zoti Mziu, mos e ndërpris ti. Nuk po e lejoni të kryej detyrën. Zoti Mziu, do ta merrni fjalën?
PD-ja ishte grupi parlamentar I cili bëri ankimimin e këtij ligji antikushtetues. Ishte gjykata kushtetuese e cila prej më shumë se sa 6 muajsh e quajti antiligjor, por në dallim nga çdo shtet që funksionon duke zbatuar ligjin, duke zbatuar kushtetues. 3% në 10 vitet e fundit, nëse në gjithë rajonin borxhi publik është rritur me 1.9%, vetëm në Shqipëri është ulur me 14% I nderuar deputet. Faleminderit. Zoti Mziu e kërkuat për replik, në fakt ju dha një sqarim ministri. Për replik vetëm, 2 minuta. Që uli dividendin nga 15 në 8% me fuqi prapavepruese, vetëm I llogaritë thjesht të këtyre 3 veprimeve, e bëni llogarinë se sa 100 milion euro ju shmangët vetëm për klientelizëm buxhetit të shtetit. Dhe këto janë fakte të pa diskutueshme. Vim tek çështja e Gjobës, edhe ndihmoni popullin. Po, artisti I njohurej, u dënua për aq, edhe 10 katë që të shtesat aty nuk I lëviz njeri, që janë plot të tilla. Prandaj edhe një herë tjetër, lëreni këtë fars, bollu tallët, veprimet flasin kaq qartë, e vetmja ide që keni pas në kokë dhe keni është ti plaçkisni shqiptarë deri në sekondën e fundit që jeni në pushtet. Fjalën e ka Blerina Gjulameti, përgatitet parodie. Këtë lloj parodie që tentojnë her pas here me lloj mekanizmash për t'ia vendosur faqes dhe fytyrës së këtij kuvendi, duhet t'i japim fund. Çfarë ndodh ndërmjet kolegëve të opozitës duhet të jetë diçka që ndodh në seli. Çfarë ndodh ndërmjet nesh do duhet të jetë selin ton. Nuk është një çështje që duhet vi këtu dhe të pengohet një nga institucionet ku duhet të jetë ligj fjala, duhet të jetë demokracia, duhet të jetë e drejta, jo shkelja, ulërimat, shkatërimet e me radhë. Ndaj, propozimi im është që t'japim fund kësaj parodie, kësaj shëntije dhe propozoj të largohet, nuk ka nevojë. Sot po diskutohet një projekt ligj shumë I rëndësishëm. Do largohet vetë. E mbaroi edhe TikTokun, largohuni tani. Luan, mos u merr lojën e Erion Velia të bëjnë. Lali Vjeci I përdor, shiko, këta rilindasit ka një gjë. Kur të përdorin, të keq përdorin në mënyrën më të egër, dhe kaq nuk kemi as I fjalë. Keq përdorimi që I bën rilindja çdo kujt që ka ushtar të vetin, pasi I blen dhe ashtu nuk ka. Tani, të dashur qytetar, sot jemi këtu për të diskutuar projekt ligjin e profesioneve të lira. Ju lutem jo me dhun nga vendi. Sigurisht që në këtë projekt ligj, zoti Shaj, largoni nga aty, po pengoni fjalën e opozitës. Ndërpritet seanca 5 minuta, zoti Shaj, dilni për jashtë, garda shoqëroheni. Shoqëroheni. Dilni jashtë. Dilni jashtë. Se kushdo tjetër. Po ju kthejmë. Për këtë projekt ligj, sepse ju, profesionet e lira, shtresën e mesme, e shkatruat, bët gjithçka për të rënuar. Ju keq përdorni ortakët e Engjëll Agaçit dhe të Erion Veliaj, për të ndaluar fjalën e opozitës në këtë kuvend. Pse? Sepse ju dogji shumë fitoria e opozitës në gjykatën kushtetuese për atë tatim që I kishit vënë ju, dhe kjo banda këtu mrapa, që kishit vënë profesioneve të lira. Ata fituan, sot sepse I mbështeti opozita. Sepse ju donit t'i zhduknit, që të iknin, të merrnin Aratin dhe të largoheshin nga Shqipëria, sepse po formzonin shtresën e mesme që ju e keni aq shumë të merr, dhe që sultani juaj nuk e zë gjumi kur mendon se në Shqipëri shtresa e mesme po gjallon dhe po merr frym.
sepse është pikrisht kjo shtresë e mesme, që i përkasin edhe profesionet e lira. Ajo që është motori i intelektualizmës dhe motori i ekonomisë në një shoqëri, jo Shqipëri, po kudo. Dhe kjo është që ju të merroj ju ndaj tyre. Dhe çfarë po bëni? I keni masakruar me gjoba, i keni masakruar me kërcënime, u jeni turur çdo profesioni për t'i nënshtruar ose për t'i larguar nga Shqipëria. Ju keni provuar se keni aftësi vetëm për të prodhuar kriza. Kriza për njerëzit e lirë dhe njerëzit e thjeshtë. Dhe vetëm vjedhje dhe babëzi për veten tuaj. Në çdo sektor, kudo, është dora juaj, janë tentakulat tuaja. Shikojeni sot ju që bëni hartime këtu dhe na tregoni pralla. Konsumi për frym i popullsisë në vitin 2005 ishte sa 26% e mesatares europiane. Për 8 vjetë qeveria e Sali Berishës e qoj sa 37% të mesatares europiane, pra rriti 11% konsumin për frym. Kjo është zhvillim ekonomie, ndërsa çfarë bëhet ju për 11 vite dhe ja keni vitin e 12. E keni quar nga 37 në 21, 4% për 3 mandate. A e kuptoni? Ndërsa konsumi për frymi juaj është 50 fishuar, jo 5 fishuar. Sepse kështu e keni ju konceptin ndaj qytetarëve. Shikoni ju, sepse derat e majmë nuk pyesin, dhe këtu kur mbushet kjo sallë dhe ajo stallë në qeveri me derat majmur, nuk pyet kush për hallet dhe për hallegjint. Shikoni më çfarë keni bërë shqiptarëve. Edhe te bujqësia i futët duart ke fondet e Bashkimit Evropian për të vjedhur